Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 66. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu si gjithmonë me bashkëtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq. Jemi shumë mirënjohës, unë personalisht jam shumë mirënjohës që jemi në këtë episod. Ju falenderojmë shumë që na shikoni, na mbështesni dhe ju ftojmë që të vazhdoni të na shikoni emisionet që ne bëjmë edhe duke shpërndar videot tona në YouTube edhe në rrjetet sociale. Po, bashkëngjitim kësaj ftese duke ju ftuar gjithashtu nëse ju jeni të interesuar të merrni pjesë në këtë podcast ose njihni dikë që do të ishte i ftuar në këtë podcast, ju lutem na kontaktoni në rrjetet tona sociale, në emailin ton, do t'ju themi më shumë për këtë drejt fundit të këtij episodi. Por unë jam shumë i njohur për këtë episod dhe dua që të di kush është e ftuara jonë e radhës. Enida, mund të na bësh prezantimin, të lutem? Po, me shumë kënaqësi, e ftuara jonë e radhës është Burbuqe Cuka nga qyteti i Tiranës. Burbuqe ka lindur në vitin 1960 në një familje prej 5 personash, që është me origjinë nga Pogradeci. Ajo ka bërë shkollën e mesme në Tiranë te Politekniku, i quajtur 7 nëntori në ato kohë, dhe pastaj filloi punë te uzina elektromekanike. Më pas njihet me bashortin dhe vendosin që të martohen në 1983 dhe pas një viti aty u lind vajza e pas 4 vitesh djali. Burbuqa njihet me kishën në vitin 1994 dhe po në të njëjtin vit ajo është pagëzuar, e që nga ajo kohë nuk është ndar kishës dhe besimit, duke vajtur gjithmonë në kishë, shërbyer në thirrje të ndryshme dhe duke vajtur në tempull. Burbuqa tani së fundmi është bërë edhe gjyshja e një mbese të bukur që jeton në Australi. Mirë se erdhe Burbuqe. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit që pranove këtë ftesë me ne. Unë në fakt jam shumë i njohës kur Enida po lexonte biografinë tënde. U surprizova sepse nuk besoj se kemi patur në një shenjtor në podcastin ton nga qyteti i bukur i Pogradecit. Unë në fakt nuk e kam vizituar këtë qytet. Edhe do të dija nga ty, Burbuqe, çfarë mund ta thuash ti nga eksperienca jote e të jetuarit në Pogradec? Me thënë të drejtën, unë nuk kam jetuar në Pogradec, por kam vajtur në Pogradec shpesh. Është një qytet i bukur, me liçenin, me gjithë të mirat që ai ka. Unë kam shkuar shpesh sepse shkonim në te gjyshja. Ku shkonim te gjyshja e kam vizituar aty. Me thënë të drejtën, nuk kam jetuar aty. Okej. Pyetja e radhës ishte kjo në fakt, çfarë të shtyu ty që të lëvizje në qytetin e Tiranës? Faktikisht çfarë shtyu babain tim, familjen e babait tim. Babai im që në moshën 3 vjeçe mbeti pa babain e vetëm me nënën. Dhe ata patën një familje të madhe, jetonin bashkë me xhaxhallarët e vet, dhe ata e rritën. Dhe erdhi një kohë që ata u pasuruan shumë, si familje e tyre u pasuruan. Dhe në kohën e luftës, kur kishte shumë partizan që i shpërndanin për familjet që i merrnin ushqenin, këta merrnin nga 100 partizan, siç më ka treguar babai im, sepse unë nuk e di. Dhe në 2009 dhe këta u deklasuan, siç ishte regjimi atëherë që bë luftën e klasave, u deklasuan dhe u quajtën kulak. Dhe babai im nuk duronte dot dhe xhaxhai që të rinin, sepse ata gjithmonë ishin të nënshtruar, sepse ashtu i deklasuan. Ja morën gjithë pasurinë edhe ngelën vetëm me një shtëpi.
Atje ishte edhe në një fshat, se kam qenë në fshat. Ishte shumë ftohtë, borë, edhe këta nuk po donin dot, dhe vinin njerëzit në Tiranë atëre. Erdhën në Tiranë, e vendosën, erdhën në Tiranë, u larguan nga ata. Dhe që në 1958 ne kemi ardhur këtu. Këtu kishte lindur vetëm vllai im. Po kemi qenë bashkë me xhaxhain, kemi jetuar deri vonë me familjen e tij. Bashkë, domethënë. Dhe babai me xhaxhain tim deri vonë, po ata kanë punuar këtu sepse ishin zanatali, kishin zanat për të ndërtuar shtëpia. Dhe deri vonë ata kanë punuar bashkë. Shu erdhëm neve në Tiranë. Pastaj në 1960 u linda unë. U linda unë edhe u rita në lagjen e kombinatit, lagjen e Tiranës. Unë jam shumë kurios në fakt, të dija si ka qenë periudha e 1960-s, është e njëjta periudhë ku prindit e mi kanë lindur, edhe nuk e di si ka qenë fëmijëria jote, ka ndonjë gjë që të mbahet mend, do ta ndash me ne? Fëmijëria ime, si gjithë fëmijët që ishim atëherë, ishim fëmijë të lirë që dilnim lozim jashtë, kur kam qenë e vogël se mbaj mend shumë, po që shkollën fillore e kam bërë tek shkolla ish 50 vjetori, sot është Mysin e Kokalarit, më duket po. Dhe deri në 8 vjeçare e bëra shkollën atje. Pastaj më doli për të shkuar në shkollë të mesme, tek shkolla 7 nëndori, shkollë profesionale për elektromekanike. Dhe e bëra 4 vjetë shkollën atje. Fëmijëria ka qenë një fëmijëri shumë e bukur, loznim për jashta, kishim shumë shoqëri në lagje, shumë familje, loznim lloj lojrash që unë ato si harroj kur, lojra me topa djeksi, lojra me cingla, kur i kemi të ne, ose me topa rasa, ose me lloj lojrash që tash nuk di. I mbaj mend shumë, domethënë, po i mbaj mend, po që më vinë në kujtesë lojra shumë të bukura lozëm, me litar, me topa djek, si e thash, shumë lojra fëminore që bën që ne lojrat i sajonin vetë, si fëmijë që ishim, ose mblidheshim 3-4 shoqe, kur u rita pak më shumë, gatuanim, bënim, mësonim gatime. Bile sa gatime i kam mësuar që atëherë. Fëmijë që ishim shoqe. Çfarë nostalgjie, është gjë shumë të bukura të dëgjosh çfarë eksperiencë unike që ju keni patur në fëmijërinë tuaj, duke përmendur dhe lojrat e ndryshme që besoj dhe tani janë venitur, janë zhdukur, sepse çdo gjë është ndryshuar, duke pasur dhe teknologjinë që ndoshta i bën gjërat më ndryshe, sepse atëherë ju nuk kishit teknologji, bënit gjërat në natyrë, ju shpiknit ndoshta në një lojë tuajën, edhe është shumë e ndryshme nga fëmijët që jetojnë në jetën tani, në të moderne, me teknologji, që shumë e bukur që na ndave me ne. Unë doja të pyesë gjithashtu Burbuqe, në lidhje me babain tuaj, sepse e di që ai ka punuar me orë të tëra, a ju mungonte prezenca e tij në familje dhe a është kompensuar shembulli i tij si një punëtor i madh? Baba im vërtet ishte punëtor i madh. Ai punonte gjatë gjithë tetorashit në shtet, se atëherë në shtet ka punuar ke 21 vjetor, tash bashkë me xhaxhain tim, punonin shumë dhe bile ka punuar shumë, ka bërë shumë pallate këtu të 21-shit, ka punuar tek stacioni trenit, ka qenë brigadier bile, tek fabrika letrës, tek Mistomamja, ish fabrika letrës, ka punuar tek Pallati Kulturës, kanë punuar tek ka bërë atë kupolën
e kishës ortodokse, më duket atë kësaj të kishës ortodokse, më duket që më tregonte siç më ka treguar, sepse unë nuk i ashtu ka mbaj mend shumë gjëra, por siç më tregonte babai, nuk e merrte përsipër asnjë inxhinier se ishte shumë e vështirë. Po babai im e mori përsipër me praktikën e tij dhe bëri. Dhe mungesa e babait na mungonte stem, po ne jetoni bashkë me xhaxhain, siç e thash në fillim, që ne kemi jetuar bashkë me ata dhe me familjen e tij. Ishin familje prej 6 vetash dhe domethënë neve fëmijët jemi rritur bashkë me ata. Bile edhe akoma ne takohemi bashkë edhe kur bëjmë një takim, kur shkojmë tashime në një kafe, ne takohemi bashkë vazhdimisht. Dhe mungesa e babait është plotësuar me këta. Më vonë mua pastaj më lindi motrën e kemi rritur me vllain edhe këta bashkë siç ishin. Pastaj kur shkova unë në klasën e 5, atëherë jemi ndarë me këta, kemi marrë shtëpi më vete, pallat ata, pallat ne, po në kombinat. Dhe kështu ma plotësonin atë mungesën e babait, se ishim bashkë edhe nuk babai vinte pastaj ai përsërish ishte se ka punuar shumë edhe sepse nuk më jeton babai as mamaja. Edhe domethënë ai kujdese shumë edhe për neve. Ai vazhdimisht na këshillonte, na mësonte se si duhet të jetonim, se si duhet të silleshim jashtë në familje, jashtë dhe në familje. Është gjë shumë e bukur ku të tjerë domethënë na suportojnë, se mos ku përgjegjësitë familjare nuk janë ideale ose nuk janë të lehta për të përmbushur, atëherë familjar të tjerë mund të përfshihen në këtë detyrë të përbashkët, besoj, të familjes. Në librin e Mormonit, Nefi e fillon librin e tij duke thënë që është lindur nga prindër të mirë. Doja të pyesja Burbuqe, nga shembulli që ti ke parë nga prindërit e tu, a ke patur ndonjë diçka që ke mësuar që ti vazhdon akoma ta përdorësh duke i mësuar fëmijët e tu? Vazhdimisht këshillat nga babai, nga mamaja. Babai sidomos na këshillonte vazhdimisht, sepse mamaja merri me pjesën e të pastërtisë, të rregullit në shtëpi dhe edhe për sjelljen tonë, edhe ajo na këshillonte vazhdimisht dhe gjithmonë na këshillonte mos u silli keq në familje, mos u silli keq me njerëzit jashtë, me shokët, me gjithë neve njerëzit që takonim. Dhe na mësonin shumë respektin të kishim për njerëzit që hynin e dilnin në familje. Gjithmonë na mësonin, na drejtonin që neve të vinim, të takonim njerëzit, të thoshim si jeni, si ja keni kaluar, dhe vazhdimisht na mësonin që mos merrni gjërat e tjetrit, mos flisni fjalë të këqija, sidomos në atë kohë nuk na lejoi kur që ne të flisni fjalë të këqija. Bile na mësonin shumë gjëra që neve nuk kishim ku t'i mësonin në vend tjetër, sepse familja ishte kryesore. Respekti ishte i pafund për njerëzit, për komshit, për të gjithë neve që takonim. Bile babai im njerëzit i takonte dhe ata në qoftë se s'donin të hynin brenda, ai donte që ai të hynin njerëzit brenda dhe si mas shembullit të tij edhe neve jemi rritur. Të babait edhe të mamas tonë. Edhe unë fëmijëve të mi,
ja u kam mësuar po këtë gjëra dhe ata kanë dashurinë dhe respektin për njerëzit, për shokët, për gjithë njerëzit që njohin që dhe ata vazhdimisht unë me thënë drejtën jam e kënaqur me fëmijët e mi sepse nuk më kanë munduar, nuk më kanë stresuar shumë. Në shkollë kanë mësuar. Babai vazhdimisht na këshillonte, mësoni në shkollë sepse do ju duhet shkolla dhe duhet të esni në jetë. Edhe unë fëmijëve të mi vazhdimisht i kam këshilluar që shkolla të hap syt, të hap mendjen, të ndihmon shumë në jetë. Edhe fëmijët e mi me të drejtën e kanë mbaruar të dy universitetin edhe kanë qenë mirë. Kanë qenë mirë. Më pëlqeu shumë mënyra si e rritur Burbuqe që edhe pse kanë qenë kohë të vështira, me shumë sfida atëherë, me qeverinë e kohës dhe me sfidat që ne i dim që kanë ekzistuar, po shumë e bukur mënyra si e rritur, edukata familjare, mua më duket e pakonceptueshme në kohët që ka ardhur tani që ti jetosh një familje të madhe me xhaxhallar apo qoftë edhe me të afërm tjerë, po edhe këto lojrat e bukura që ju keni krijuar bashk, shumë një fëmijëri shumë e bukur pavarësisht sfidave, pavarësisht se ka pasur varfëri dhe shumë gjëra. Tani dua që të kalojmë pak te koha kur ti e njohur me kishën. Si e njohur me misionarët, me besimin? Na trego pak për këtë periudhë. Tani unë njohja me kishën, mua më njohu një shoqe ime punoni bashkë, Pavlina Kristo, nëse keni dëgjuar. Po. Më tha, a do të vish ta mua në një, nuk e mbaj mend ta më tha kisha, nuk e di, në një vend tha që ka shumë goca dhe çuna shumë të bukur tha, dhe a do vish ti njohësh të shikosh ta se kush janë të? Po mirë, tha shumë do vi. Hajde të dielëm, tha mua në këtë orar. Në atëherë po në 9 më duket ishte kisha. Dhe shkova, kisha ka qenë të një ndërtesë tjetër, jo këtu ku jam unë tek Muslim Shyri, po ishte në një ndërtesë tjetër Dykaçe. Atje shkuam, në katën e dytë bëhej sakramenti, morëm sakramentin, po unë atë skuptoja se ç'ishte sakramenti, edhe më prezantuan me eldrat, dhe u bë sakramenti, vazhdoi, u fol një bisedë, nuk e di se më sa biseda bëheshin atëherë. Edhe kështu që u prezantova me kishën. Më vonë më erdhën eldrat në shtëpi, më thanë mua të vinë eldrat. Jo, më kemi shkuar ke shtëpia e motrës Pavlina dhe atje jemi takuar me eldrat. U takua me Elder Harris e kam pasur, dhe Elder Kregën. U takuam bashkë dhe më vonë më erdhën në shtëpi, ja, ku jemi. Sa bukur kemi dalë. Edhe në foto. Faktikisht në Elder Harrisin e kemi pasur të ftuar këtu, ai përmendte shumë motrën Pavline dhe shumë motra të tjera të asaj kohe. Kështu nuk e di nëse e ke parë atë episod, po është shumë njëri mirë. E kam parë, po, e kam parë. Po, është shumë e mirë. Dhe neve mbajmë lidhje akoma. Sepse ai vazhdimisht edhe kujdeset vjen në Shqipëri. Bile së fundmi në erdhi para 6-7 muajsh, nuk e di, bashkë me vajzat e tij. Edhe unë lodhëm prapë dhe festuam bashkë me ta në kishë. Sepse vazhdimisht ai ka pasur duke ne edhe atëherë me eldrat rinim gjatë, nuk rinim pak, ne kemi ndonjë 8 muaj bashkë me ata. Edhe 2 herë në javë mund të më vinin në fillim, edhe ishin afër shtëpisë tonë këtu me shtëpi me qira, edhe vinin vazhdimisht, se atëherë ishim edhe pak antar, edhe vinin vazhdimisht, hanim bukë bashkë, unë gjithmonë ju kam gatuar, ju kam gjellra më shumë shqiptare që edhe ata t'i provonin edhe sa ishin dhe kurioz për gatimet tona.
Shumë kohë të bukura. Po, besoj se ti me sa pazhet e biografia që lexuam nuk e ndenjur shumë kohë, nuk e pritur shumë që të pagëzohesh. Si ishte kjo nga njoja e besimit, takime misionare të pagëzimi, a tu desh shumë kohë? Besoj se atë janë 3-4 muaj, jo shumë. 4-5 muaj nuk e di kaq. U pagëzuam pastaj. Po mirë thash do pagëzohen. U pagja pagëzimi ku është. Vajza ime 10 vjeçe dhe djali ishte 6. Aq ka qenë i vogël. Jo, se kishin 4 vjet diferencë. Lidja ishte 10, ky ishte mirë thash 6. Kora shumë të bukura. U pagëzuam, ishte një vask poshtë aty në katë parë të asaj ndërtesës, me një buljer, që të them se ishte, se ishte fillimi i kishës atëre, fillimet e para të kishës. 93-shin u hap, 94-ën u pagëzuam ne. Se ishte një kohë shumë e bukur dhe neve u bashkuam me kishën dhe filluam rrugtimin tonë në kishë në atë kohë, në 94. Të tetor të 94. Po. Bukur që ke ruajtur dhe fotot shumë, dhe t'jenë kujtime shumë veçanta. Po si ke fituar ti një dëshmi kaq shpejt për disa muaj që kjo është kisha e vërtet në tokë? Mund të ndash me ne? Po, neve me thënë drejtën nuk kemi qenë, si familje nuk kemi qenë, kanë qenë ateisin, kohën e veri që ishte që i zhduku besimin e gjitha kishat e xhamiat. Prindrit e mi kanë qenë musliman, me thënë drejtën. Mirë për mua, më pëlqeu kjo kish, edhe më pëlqyen rregullat e kësaj kishe, dhe fillova të kem besim në kish, fillimisht pata një vizion të Jezu Krishtit të veshur me bardha. E pata që atëherë, bili kam pas nga 2 herë, vizion të Jezu Krishtit që më doli përpara dhe i besova. I besova eldrave, i besova. Më filloi të kisha besimin tim në Krisht. Dhe me thënë drejtën u pagëzuam. Edhe atëherë i shpejtoni nuk qik më shumë këto pagëzimet, sepse ishte fillimi i kishës edhe kishin i bënin pagëzimet me thënë drejtën u binda. Në atë kohë, për 5-6 vjet, pastaj vazhdova me kishën. Me thënë drejtën, pastaj unë pata një ndërprerje. Ndikimet e vjerrit tim, se dhe ata Biraimi ishte musliman edhe fale bile, të vjerrit tim, ai i fliste shumë. Vjera edhe ajo s'donte, me thënë drejtën. Por ne u pagëzuam edhe unë burritin i thash, unë kështu do pagëzohem. Pastaj më andej nuk pyeta më shumë. I thash mamas tim e babait tim, unë do pagëzohem. Nuk më thanë gjë. Dhe kështu u pagëzuam. U pagëzuam mbas një 4-5 muaj. Shumë mirë. Duket që pas ka pasur dhe sfida, që doja të pyesja, a ke një këshill ti për ata kërkues që ndoshta kanë kaluar këtë situatë që ke qenë dhe ti, ndoshta për durimin, diçka që do t'i thuash, çfarë të ka ndihmuar ty? Pastaj mas një farë kohe, mas ca vitesh, një shkëndi ishte një kushërira e burrit tim, ai do vishte në kemi festën e Krishtlindjes të, bile si tani ishte. Mirë, i thashun, do vi. Po, me shoqet e mia vazhdimisht Pavlina më kishte thënë që pse nuk vjen në kishë, ose edhe një Majlinda i tiu, sepse edhe me atë kemi qenë. Sepse ne kemi pas shkuar ke Pavlina vazhdimisht dhe bënim mbrëmje familjare bashkë në atë, sepse ajo ishte vetëm, nuk kishte njëri tjetër në shtëpi. Dhe më tha që mos u ndaj që nga kisha mirë, po mua më ndikoi edhe puna, sepse rrinja jashtë orarit, punonim të dielave. Edhe ndikoi edhe puna, që sepse ishte vështirë edhe atëherë për punë,
për të jetuar ishte mbas demokracisë, fillimit ishin edhe ishte e vështirë. Më ndikoi edhe puna që u largova disa vjet. Dhe mbas kësaj shkëmbjes që më tha kjo është goca e hallës burrit tim, më tha hajde të vish, unë vajta dhe që atëre nuk jam ndarë kishës. Dhe këshilla për kërkuesit që janë sot për mua është që ata ta studiojnë mirë, të binden mirë për pagëzimin për gjitha dhe të mos i ndahen kishës. Mos i ndahen kishës sepse dhe vazhdimisht të mos i ndahen lutjes që të bëhet për vazhdimin e kishës dhe të vinë vazhdimisht dhe të mësojnë rreth kishës, sepse kisha jonë është kisha e veçantë. Në kishën tonë nuk mëson, në kishën tonë mëson gjëra që nuk i mëson në asnjë shkollë tjetër, në asnjë vend tjetër, në asnjë kishë tjetër. Janë rregulla, janë urdhërime që janë të sakta dhe shumë të pastra për jetën e njerëzit dhe për besimin tonë. Dhe shumë bukur këtë, edhe më bëhet shumë qefi që ti vazhdimisht je kthyer në besim, sepse kjo ndoshta është dhe qëllimi i bashkimit së kishës, urdhërimi që ne kemi që të durojmë deri në fund është duke u kthyer gjithmonë vazhdimisht në besimin ton, që të kemi atë si thua dëshminë të rritet vazhdimisht pavarësisht sfidave të ndryshme që ne hasim. Ti Burbuqe ke patur më shumë se 31 vite eksperiencë në kish, doja që të na thoshe në fakt në lidhje me shërbimin, me thirrjet e ndryshme që ti ke patur, çfarë ke mësuar ti rreth kësaj që të shërbesh në kish? Mbasi u ktheva, unë mbas një viti që ndënja, ishte Peshko Beleshi atëre, më kërkoi që të bëja një thirrje për si këshilltare. E bëra atë thirrjen si këshilltare, më duket 1-2 vjet. Dhe pastaj më vonë më kërkua që unë të isha presidente e kishës. Dhe kam bërë si presidente e kishës, se si e kam bërë tash e di Zoti. Po, unë pastaj e bëra për 6 vjet. Bile më ka pëlqyer shumë, më ka ndihmuar shumë në jetën time, shërbimin që kam bërë, pata në fillim mirë me motrat, ecnim shumë mirë, po pastaj në pjesën më të vështirë e patëm kur ishte Covidi. Kur ishte Covidi dhe ndihmonim motrat me telefon, isha lidhur se pastaj u ndrua erdhi Peshkobala dhe me Peshkobalën ishim të lidhur shumë dhe ndihmonim motrat për shpërndarjen e ndihmave që erdhin. Kështu që pata dhe mbas 6 vjetësh pastaj u lirova. Dhe tashi unë jam presidente tek Filloria. Okay. Jam tek Filloria dhe ndjej gëzim të madh për Fillorin sepse fëmijët të kënaqin. Dhe kanë veçantinë e tyre, fjalët gjithmonë të sinqerta. Kjo është. Thjesht për ta qartësuar Burbuqe, na the që ishe presidente e kishës, do thoshe presidente shoqatës së ndihmës. Më fal. Po s'ka problem. Shoqatës së ndihmës me motrat. Po, s'ka problem. Mos e vri mendjen. Doja në fakt edhe të dija, nga që duke pasur kaq shumë vite në kishë, në eksperiencë, çfarë është diçka që ti ke parë që ka ndryshuar, sidomos me advancimi, me progresin e kishës në Shqipëri tani më, çfarë mund të na thosh për ndryshimin, çfarë bekime ti ke pasur që ke dëshmuar nga rritja e besimit dhe kishës në Shqipëri? Po kisha ka ndryshuar shumë. President Nelson më shumë me vuri pikën mbi i për familjet, që duhet të jenë familje të pastra të bashkuara dhe të mund të pagëzoheni si familje dhe
është gjëja më e mirë në kish të jesh e pakëzuar si familje. Dhe unë këtë e kam ndje sepse unë kam mungesa. Unë kam patur vetëm vajzën, po burri nuk desh, djali më vonë pastaj nuk ma la vjerim, si thash më pata pengesa nga ta. Ai me njëherë ca mori vesh që ne u pakëzuam, më mori djalin shkovi e bëri atë rritin e si të është të synet likut, nuk e di si duhet ta them. Edhe e pakëzoj, do të bëri këtë rritin e synet likut djalit dhe nuk e ma la djalin, sidomos vjera ime nuk ma linte, nuk ma la djalin të vite. Dhe sot e kësaj dite ai nuk, unë vazhdimisht ju flas për kishën, për edhe vajza ime atje në Australi, 2 herë që kam qenë, unë i kam quar dhe kanë ardhur dhe ata. Dhe besoj se ata shkuan dhe 1-2 herë, po besoj tash i kanë qenë smur dhe besoj se do vend më vonë, do shkoj. Ka qatë prej kishës ka marrë shumë bekime. Ka marrë qetësi në familje, që qartësinë për veten time për Jezu Krishtin, rrugën e pastër që duhet të ndjek drejt Jezu Krishtit, drejt jetës së përjetshme. Ka marrë bekime, fëmijët i kam pasur mirë, me burrin jam mirë. Kam marrë bekime për vajzën time që u martua, bekime për djalin tim që është me shoqen e vet akoma. Çfarë bekimesh të tjera? Bekime shpirtërore vazhdimisht, sepse unë tani nuk i ndajem kishës dhe shkoj në çdo aktivitet, në çdo. Qetësia familjare, shëndeti, mbi gjitha, lutja, sepse unë i farkoj edhe ju ndave dhe lutja që bëj vazhdimisht për familjen time, për gjitha. Nuk dija isha. Ka shumë bekime faktikisht burbushve që na jep kisha dhe jam shumë mirënjohëse që ti shpreh kaq mirënjohje dhe i ke ndier dhe i ndave me në këto bekime. Dhe sa për ata familjar që ndoshta nuk janë aktiv në kishë, në kohë e Zotit është ndryshe nga ajo që duam ne. Por rëndësi ka që ti e ke mbjell farën te familjarët e tu dhe pastaj është kohë e Zotit. Ne i ndihmojmë me shembullin ton, po ajo është zgjidhje personale, po nuk i diet asnjëherë sepse Zoti punon fuqishëm. Doja të pyesja pak për sepse ti ke hyrë direkt nga shkolla në punë, me sa kam kuptuar, edhe doja të dija a ka qenë çfarë dëshiroje kur ishe e vogël, çfarë doje të bëhesh kur të rritesh, a ka penguar sistemi, ndoshta ke ndonjë pishman nga ana e shkollës, apo je e përmbushur nga ajo pjesë, dhe pyetja tjetër, çfarë mësimi të madh ka dhënë shkolla dhe puna njëkohësisht? Unë mbasi mbarova shkollën e mesme, fillova punë dhe punova 16 vjet tek uzina elektromekanike dhe pastaj më vonë 12 vjet te një firmë italiane. Unë desha të bëhesha mësuese gjimnastike, mësuese fiskulture. Por nuk kishte në atë kohë për gjimnastik, dhe unë vajta dashsa norma se jepin normat ke Instituti Fiskulturës atëherë. Nuk i dhash për gjimnastik, i dhash për atletik. Atëherë nuk i mora ato normat atletikës edhe nuk më plotësua, me thënë të drejtën. Pastaj pati ca shtesa për të kjo shkolla shtatëndori dhe atëherë mama e me mori atë letrën dhe fillova shkolla atje. Dhe bëra për elektromekanikin. Dhe kam shumë pishman që nuk e vazhdova shkollën. Kam
bëra të mesmen, por mundësia pastaj nuk më dha për të vazhduar për më lart. Dhe kjo, me thënë të drejtën, kjo dek ishte e vështirë shumë. Dhe nuk kam shumë pishman që nuk kam bërë shkollën, që nuk pata më të vazhdoja më lart dhe të kështu për shkollën, Po, mendoj që është bekimi i madh, burbuqe, që nuk ti ke pasur mundësi që t'jesh mësuese. Ne kemi mundësi që të kemi të bëjmë me mësimdhënien, të mësojmë tjerë, të dëgjojmë. Kështu që besoj se nga një mënyrë je bekuar te kjo pjesë, ke pas mundësi që të punosh pak me talentin e mësimdhënies, apo jo? Zanati të jep bukur, që thonë shqiptarët, sepse unë punova dhe mbajta familjen për 28 vjet, me thënë të drejtën. Pastaj më vonë unë punova si babysitter dhe kam bjerë kënaqësi të madhe si babysitter me fëmijët. Kam punuar me fëmijët, me 8 fëmijë. Në muajin e ditë ishin 8 fëmijë. Një herë 4 vjet, një herë 1 vit, pastaj 6 muaj, kështu vazhdimisht me fëmijët kam punuar. Dhe kam bjerë një kënaqësi të madhe. Shumë. Pishmane kam dhe që s'kam bërë edhe një fëmijë tjetër. Sepse e desha shumë në një farë moshe, po burri nuk donte, të marrojnë tathësht. Që i kemi, nuk donte. Kështu që ja kujtoj gjithmonë me fëmijët. Po, e shikojmë të pjesa e mësimdhënies, ke qenë një mësuese në farë mënyrë për fëmijët e tu, për fëmijë tjerë në kish, kështu që e ke shlyer pak a shumë. Po si është një ditë e zakonshme e jotja, burbuqe? Fëmijët, vajzën na the që nuk e ke këtu, po a je rrethuar me familjar, me miq, me komshinj? Si është një ditë e zakonshme e jotja? Po, ngrihem që në mëngjes, bëj lutjen, lexoj librin e Mormonit, ose në një shkrim tjetër, ose në një temë që kam për të bërë, ose pastaj vazhdoj. Më pëlqen shumë të eci. Më pëlqen shumë të eci, të dal, sepse unë jam dhe me diabete dhe kam nevojë shumë të dal. Të eci, mbasi kthehem bëj dush, vazhdoj punët e mia, ha mëngjesin, filloj drekën që ta bëj, vazhdimisht me punët e shtëpisë. Tani që jam në pension, kur isha në punë, ishim në orarin e punës, shkonim vazhdimisht në punë. Edhe shkonim edhe në kishë. Po tashim më mbrapa më ka gjetur që kam punuar me fëmijët në këtë kohën që jam rikthyer në kishë. Vazhdoja orarin e punës, derisa mbarova, kam ja 2-3 vjet që e kam dhënë të drejtën. Edhe kjo është jeta ime, flas me fëmijët, me vajzën time, sepse ajo është 6 orë ose 7 orë përpara. Edhe flas me atë. Shoh nipin tim që më ka lindur tash, i bëhet 1 vjeç tash. Shoh nipin tim, e kam, po se pas 2 herë në ditë, nuk rri. Sepse ta kesh me jetë. Ke nip, jo mbes. Nip, po nip. Okej, ke nip. Ta kesh me jetë. Janë gëzim shumë i madh. Po kur shkon te vajza, se ti besoj shumicën e kohës gjatë gjithë jetës tënde ke jetuar në Shqipëri, besoj. Cila është, nëse do jetoja shtetit, çfarë gjë shqiptare, çfarë tradite, çfarë gjëje do ta merrje kudo me vete, kudo që të shkoje ti? Me thënë drejtën, flamurin nuk do ta ndaja. Do të merrja traditat tona, gatimet tona. Unë shkoj 1-2 herë që kam shkuar, unë ju gatoj vazhdimisht aty. Dhe ju gatuaj gjellëra që ati dhëndrit i pëlqen shumë, dhëndrit burrit vajzës time, i pëlqen shumë dhe gatimet e mia i pëlqen shumë. Do merja këto simbolin e, domethënë, të flamurit, o një qeleshe, o një varse, o një vajza ime i ka një këndin e vet aty të
Shqipërisë, domethënë. Panorama, kështu figura që mund të merrim nga të merrim me vete. Bile tash kote fundit dhe Jezu Krishtin e mbaj me vete. Jo kote fundit, po një figurë të Jezu Krishtit e mbaj me vete. Dhe shqiptare, traditat tona nuk do t'i harrojnë kur. Sepse janë tradita të vlefshme. Jemi një popull me tradita shumë të mira, të bukura, të pa krahasueshme edhe me popujt e tjerë thënë. Po. Shumë mirë, sidomos gatimet një herë, pra ata që janë jashtë shtetit janë nuk e din që se ti je nga këto nënat që i dërgon dhe një gjë fëmijëve, vajzës. Ajo është shumë larg, po unë gjithmonë që kam shkuar i marr me vete. Bile djali tash që ka ikën të mamën, ka marrë malli për groshin, tha mua. Të groshin që e ti, tha mua. I thash, po mirë, ti dërgoj se është Gjermani e jekur. Jo, tha. Se tash ajo është në një shtëpi me shok të tjerë dhe nuk ka. Janë të ndarë, se është i fejuar. Janë të ndarë me një tjetrin, një në një qytet, një në një qytet. Takohen në fundjavë bashkë. Më bëhet qefi që edhe fëmijët kanë gjetur shokun e jetës edhe ti e luan për kënaqur e qet nga kjo. Burbushi, donim që të pyesim tani, është një nga pyetjet tona më të preferuar në fakt, në lidhje me njohjen tënde me bashortin. Bëhet fjalë domethënë shumë vite më parë, ndoshta takimet në ato kohë kanë qenë shumë të ndryshme me takimet që të rinjt e të reja bëjnë tani më. Mund të na thuash më shumë për këtë, si ka qenë eksperienca që të njeheshe me bashortin tënd, a ishte me mbledhëri apo me dashuri, me shikim të parë, edhe çfarë ke mësuar me bashkëjetimin me të? Unë me bashortin më ka njohur motra e tij. Punonin bashkë. Dhe më tha mua, unë kam qefta të lidh me vllajën tim, tha. Mirë, lëm një takim, fillimisht afër shtëpisë time, erdhi me vllajën e vet këtu dhe u takuam bashkë me këta. Më vonë dolëm shëtitje bashkë me njerëzit e këtij, bashkë po përsëri me njerëzit e këtij. Pak unë nuk unë jam shumë, me thëmë të drejtën, sa shu ishte atëherë, me mbledhëri do me thëmë jam martuar. Nuk jam martuar me dashuri. Dhe pastaj më vonë u takuam dhe një 2-3 herë të tjera. Kaq ishte. Fillimi kështu ishin atëherë që njiheshin me thëmë të drejtën, si karaktere u njohëm më vonë. Megjithatë nuk më ka dalë keq, se burrin e kam pas të urtë, punëtor. Punëtor ky ishte hidraulik, unë punëtore, kështu që ishim njësoj. Dhe u lidhëm, pim kafet, siç pijeshin kafet atëre, bashkë me familjen e këtij. Dhe vazhdim, u takuam disa herë bashkë me burrin. Dhe u lidhëm, pim kafet dhe u fejuam, bëm edhe pastaj fejesën. Erdhën ke shtëpia ime, ndam nishane, siç i thoshin atëre. Edhe u lidhëm. Në 2 vjet të fejuar, në 81 jam fejuar, në 83 jemi martuar. Në 11 shtator, dita e novatorit ka qenë atëre. Kështu jemi martuar. Dhe një bashkë me vjerën, dhe një disa vjetë, kemi pas një shtëpi private këtu afër shtëpisë time. Unë kam shtëpinë këtu në qendër të Flora. Dhe u prish, më dojnë 5 vjetë bashkë, u prish ajo shtëpi, teraplan, dhe kemi ndenjur 2 vjetë me qira, dhe erdhëm përsëri këtu tek vendi jonë. Dhe këtu kemi 3 vjetë që në kohën e 91-shin, 34 vjetë. Kemi këtu në këtë shtëpi. Dhe kështu lidha me burrin dhe vazhdimisht kemi qenë bashkë.
I bie 42 vjetë sa i bie që jemi bashkë. Wow. Është vërtet një mrekulli, 42 vite që jeni akoma me bashortin. Unë befasova tek historia që ti përmende ku keni jetuar dhe me vjerjen, me vjerën, gjë që tani më nëse i pyesni çiftet e reja, nuk do të pranonin të bënin diçka të tillë sepse din që sa e vështirë është të jetonin me ta në të njëjtën kohë. Edhe në fakt pyetja ime radhës do ishte kjo, që çfarë do thoshje do ishte sekreti që të kesh një marrëdhënie të fuqishme, të fortë me bashortin tënd. Durimi, toleranca. Falja është gjë e madhe në jetë për të vazhduar dhe për të ecur përpara me bashkëshortin dhe me familjen e burrit. Është gjëja më kryesore në jetë, me thënë të drejtën. Harmonia, bashkimi me familjen, duke u bashkuar në evente dhe unë familjen e burrit tim vjen sepse kishte edhe 2 goca, përse njëri vllai ka vdekur burri i tij, ishin 4 fëmijë, po i vdiq. Dhe familja e burrit tim vjeri me vjerë ngelen vetëm, dhe ata i kam në katin e 3, se kemi marrë në një pallat, dhe vetë jemi në katin e 6. Dhe unë i mblidhja vazhdimisht mamin e babin tim, se dhe vllai me motën u larguan jashtë, dhe i mblidhja në çdo vit të ri, unë i mblidhja bashkë ata dhe festonin bashkë. Dhe mbajtëm një lidhje shumë të mirë ndërmjet kërshis. Dhe ne vazhdimisht bashkë me burrin. Dhe ishte një gëzim dhe një harmoni dhe janë kujtime shumë të bukura për ne. Kemi disa albume bashkë me ata fotografisht që i bënin në kohën kur ne mblidheshim dhe festonin me prindërit e burrit tim, me prindërit e mi. Dhe janë të paharrueshme ato vite. Po shumë e vërtet kjo. Është shumë e vërtet që domethënë sekretet e një marrëdhënie të fortë, të fuqishme, arrin vetëm me punë, sepse dëshira aty ekziston, por duhet që ne të punojmë fort për të, sepse duke punuar fort për të dhe ajo forcohet vazhdimisht, kështu që është shumë e rëndësishme që ta bëjmë këtë. Doja që të na thoshe në fakt në lidhje me nuk e di nëse ke ndonjë talent, ke ndonjë hobi që ne nuk e dim për bujshen, a ke diçka që ti i bën? Po, gjimnastik, po kam qenë re, kam pas qef gjimnastikën shumë. Unë shkoja te paralelit të shkollës dhe bëja shumë gjimnastika atëherë. Vendosmëria, kurioze, kam qenë shumë. Vendosmëria për të qenë e duruar me njerëzit e mirë dhe njerëzit. Filmat, muzika nuk ka pas qef shumë, në të drejtën. Po. Lexim që lexoj shkrimet e shenjta, kam pas përpara, me thënë drejtën, se tash jo dhe aq, romanet i kam pas qef shumë. Këto janë hobi. Ecja është hobi im, që të zbuloj natyrën. Më pëlqen shumë. Më pëlqen të udhtoj shumë. E këto janë. Më pëlqen më fani të bëj punë dore. Mos haro edhe që ti gatuaj e mirë, se na e përmendë disa herë, derisa i pëlqejnë tjerë, do të jesh kuzhinier e mirë. Po, është një gatimin e kam hobi dhe gatimin shumë hobi. Më pëlqen shumë, e bëj me dëshirë të madhe. E bëj, të isha bërë kuzhinier, do isha bërë shumë mirë. E po mirë, me patjetër se ne jemi afër në lagjet e Kishës, nuk jemi në të njëjtën lagje, po do ma bësh diçka për që ta provoj. Patjetër. Okej, përbuqe doja që të flisnim pak për tjetuarin e Ungjillit Jezu Krishtit. Çfarë të ka ndihmuar ty, si ke mundur ti që të kthehesh vazhdimisht në besim pavarësisht sfidave të ndryshme që e kanë bërë të vështirë ndoshta të qëndruarit në kishë? Sfida kemi vazhdimisht. Nga njerëzit tanë,
nga shoqëria jonë, po pse shko në kish ti? Po pse? Ke nevojë ti të shkosh në kish? Ose ka lloj fjalësh që nxjerrin për unë i them në atë kish kam gjetë qetësinë time. Kam gjetë qetësinë time shpirtërore, qetësinë time familjare. Dhe më pëlqen dhe do shkoj vazhdimisht në atë kish. Dhe mendoj se për gjithë ndjej kënaqësi të madhe që kam shkuar edhe në tempull, sa mirë që më nxorët këtu në foto. Kam shkuar në tempull, kam shkuar 3 herë në Itali, 1 herë në Zvicër, 1 herë në Australi dhe fillimisht kam shkuar në Gjermani. Dhe kënaqësia më e madhe ndjehet kur shkon në tempull dhe merr një qetësi të jashtëzakonshme. Është bekimi jonë më i madh që ne kemi arritur të shkojmë në tempull dhe që kemi marrë bekimet që na ka dhënë tempulli. Dhe kam shumë dëshirë të shkoj përsëri dhe më shforcuar besimi më shumë në Jezu Krisht. Dhe shpresoj shumë që të marrim bekimet tona, po, në familje dhe në jetën tonë. Shëndetin me gjitha, ta keni mirë. Patjetër. Është e pabesueshme që ke shkuar në 4 tempuj ndryshëm, 4 shtete. Jam gjë shumë e mrekullueshme dhe tempulli është mrekulli në jetën tona dhe jam shumë e lumtur që ti e bën pjesë të rëndësishme. Tempullin është fotoja që pam ke qenë në Rom te qendra e vizitorëve, ishte libri Mormonit. Edhe Gjoni po ndan një foto që t'jen tempull, mos gaboj, ky është tempulli i Zvicrës në Bern. Në Bern, po. Isha se më ka motrën në Zvicër, se nga Greqia kaloj në Zvicër, dhe shkova për pushime, ishte dhe vajza ime, se ka ndonjë me motrën për 12 vjet, me motrën time, ka ndonjë aty në Greqi. Pastaj kaloj në Zvicër dhe ajo, po nuk e zgjati shumë, një vit 2 vjet, nuk eci domethënë për punët, dhe kaloj, pastaj erdhi në Shqipëri dhe kaloj në Itali me punë, atje unë njoft me burrin e saj, vajza. Dhe këtu jemi në Zvicër, dhe më çovi goca. Goca ime nuk erdhi dot, sepse ajo s'kishte një rekomandi. Kështu që unë vajta vetëm brenda, e bëra një seancë. Kënaqësi të madhe ndjeva dhe atje. Sa bukur. Doja të pyesja tani, si mendon ti, është e mundur për që gjithë anëtarët e kishës ta kenë Ungjillin e Jezu Krishtit qendrën e jetës tyre, si mund ta bëjnë ato, si e ke bërë ti, se për shembull na tregove që ke qenë në udhtim për të vizituar familjar dhe ke zgjedhur të shkosh në tempull pa ikur veçanërisht për tempullin. Si mund ta bëjmë ne Ungjillin e Jezu Krishtit qendër të jetës tonë? Unë mendoj se ne duhet ta kemi gjithmonë Jezu Krishtin qendër të jetës tonë dhe të mendojmë vazhdimisht që dhe unë nuk do ta kuptoja shumë mirë vizitën që bëra ke motra ime, nuk do isha e kënaqur nëse unë nuk do shkoja në atë tempull, sepse ishte një bekim që unë shkova ke motra dhe që më çovi vajza ime në tempull, ishte një bekim i madh. Dhe njerëzit vazhdimisht duhet ta kenë tempullin në qendër të besimit të tyre, të jetës tyre, sepse me tempullin jemi të lidhur dhe duhet atje marrim dhe bëjmë pagëzimet e antarëve tanë të familjes që nuk jetojnë më. Unë i kam bërë gati të gjithë, me daja, me xhaxha, me kushërinjtë e mi që s'janë, me prindrit e mi, i kam bërë pagëzimit të gjitha ordinancat. Po.
është gjëja kryesore në jetë që të shkojmë në templull. Është marrim bekimet tona, marrim qetësinë në jetë, marrim besimin na shtohet më shumë dhe kemi kënaqësi në jetë të madhe. Dhe prandaj ne jemi gjithë këta antarët që jemi që vazhdojmë vazhdimisht në kishë që shkojmë, kemi këtë qetësinë tonë, se sa njerëzit habitën tonë si i kaloni çdo gjë me qetësi, po sepse na jep kisha, na jep Jezu Krishti. Shumë këshill e bukur kjo. Faleminderit që ndavemi ne. Përbushe, doja të pyesja se së fundi na është thënë që ti ke patur mundësinë që të marrësh edhe një bekim patriarkal, pa u ndalur shumë në detaje. Mund të na tregosh pak si ka qenë kjo eksperiencë për ty për të marrë këtë bekim dhe çfarë këshille do të jepi atyre që nuk e kanë patur mundësinë akoma që të marrin një bekim të tillë? Unë bekimin patriarkal kam marrë para 2 javësh. E kam marrë. Dhe e që një ditë shumë e veçanta ditë për mua, isha bashkë me Vjoca Beqin, unë do ta bëja në orën 2, e bëri në orën 3. Mora disa këshilla për familjen, disa megjithëse nuk tregohen shumë sepse janë personale bekimet që ato këshillat që na jepen në bekimin patriarkal, për besimin, për bashkimin e familjes time. Nuk e di, njerëzve ju them që bekimin patriarkal duhet ta bëjnë të gjithë. Tashi, mua do më japin të përkthyera në një fletë, edhe do ta shikoj se çfarë është thënë vazhdimisht, po unë duhet ta mbaj personale, dhe më thënë disa gjëra janë shumë të veçanta dhe personale. E di që më është thënë dhe për përjardhjen time nga e kam, të cili fis, por më vonë do ta mësoj. Dhe bekim patriarkal duhet ta marrim të gjithë, sepse marrim një bekim të veçantë që na udhëzon në jetën tonë. Dhe simas besimit që unë do praktikoj akoma, dhe durimit që do kem për të shkuar vazhdimisht në kishë dhe për të jetuar jetën në Jezu Krisht, atëherë unë do ta jap shembullin tim dhe marr bekimet që më janë premtuar në bekimin patriarkal. Shumë gjë e mrekullueshme, po ne kemi qenë duke folur atë ditë që ti e morën, edhe unë nuk gëzova shumë, është gjë shumë e veçantë. Dhe sa mirënjohëse jam që në Shqipëri, po shumë antar po e marrin, po bëhet një punë shumë e madhe këto kohë, në fund kemi një patriark veprues dhe jam shumë mirënjohëse që ti je nga ato fatlumët, po dhe shumë njerëz do kenë mundësinë që ta marrin. Okej, unë do të bëja të pyetjen standarde që ne kemi, që pyesim çdo njeri, çfarë do të thotë për ty që ti je një shenjtore ditëve të mëvonshme? Shenjtore ditëve të mëvonshme duhet të kemi Jezu Krishtin, kreun e familjes tonë, të shtëpisë tonë. Duhet vazhdimisht të shkojmë në kishë, vazhdimisht të lutemi, vazhdimisht të lexojmë dhe të mbajmë urdhërimet që na janë dhënë, vazhdimisht të dëgjojmë profetin, se çfarë thuhet. Profeti Nelson ishte një profet që për mua ishte i veçantë. Kisha një dashuri të madhe për të. Dhe tashi edhe ky profeti që kemi, se gjithë profetët janë të mirë, asnjë nuk është. Na këshillojnë të mbajmë vazhdimisht besimin të fortë dhe unë për një shenjtore këtë duhet të them, që duhet të mbaj familjen të fortë, të ndihmoj burrin, të ndihmoj fëmijët, që ne të kemi një familje, sepse familja është gjëja më e veçantë në jetë.
është gjëja më kryesore. Vazhdimisht I këshilloj fëmijët e mi dhe njerëzit që mund t'ju them, familja është kryesore në jetë. Dhe vazhdimisht duhet ta forcojmë dhe besimi është kryesor në jetë. Të jep një drejtim, të jep një udhëzim për jetën, të jep një mbështetje, të jep një avancim në jetë përpara për besimin në Jezu Krisht. Besimi është gjë e madhe në jetë. Dhe kështu këshilloj dhe motrat e mia ose njerëzit që takoj kur flas për kishën dhe për besimin e Zotit. Shumë faleminderit Burbuqe. Unë jam shumë injose që të kishim këtu, po jam shumë injose për shembullin që ti je, gjithmonë kam menduar për ty, po që e vërtetova edhe sot, që je njëri I përulur, njëri me besim të fortë, edhe je shembull për shumë njerëz, për ne, për motrat, për anëtarët e kishës, edhe shpresoj që të vazhdosh kështu, dhe jam e sigurt që do vazhdosh këtu, edhe të ndash dritën tënde me tjerët. Po, sepse me dritën e Jezu Krishtit ne përbushemi në jetë. E bukur, shumë e bukur thënë kjo. Dhe për mua Burbuqe ka qenë një kënaqësi tepër veçantë që të kisha këtu në podcast, të flisim rreth besimit tënd, rreth rrugëtimit të jetës tënde. Dhe ka mësuar shumë, edhe gjithashtu I bashkojmë asaj që Nida tha që je vërtet një shembull për shenjtorët aty në Shqipëri, sidomos për motrat, që ke vazhduar që të kthehesh vazhdimisht në besimin tënd dhe të jesh një rrezë drite në Ungjillin e Jezu Krishtit, sidomos duke patur Jezu Krishtin dhe besimin tënd qendër të jetës tënde, e cila është qëllimi I gjithëve ne. Kështu që faleminderit që ishe në podcastin ton. Faleminderit juve për intervistën. Zoti ju bekoft. Faleminderit. Okej, falenderojmë të ftuarin ton Burbuqe Cuka dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod 66 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast, vazhdoni që të na dërgoni mesazhe në rrjetet tona sociale, gjithashtu në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.